Futbollistët shkodranë nisin lojën me sulme të vazhdueshme në portën kundërshtare. Zbritjet janë të dembura dhe ekipi vendas organizohet her pas here duke ndërmarrë aksione të shpejta e të rrezikshme. Rastet për të kaluar në avantazh janë të shumta. Secili sulmonjës ka mundësi të tunë ndërvjetën, por ja që kur arrihet para portës, humbet qartësia e gjaktësia dhe vendin e tyre e zë nxitimi. Ky ishte një offside. Të gjithë kanë raste për të shënuar, por duket se topi nuk dëgjon të përshëndesë rrjetën. Mbrojtja dhe portieri bullgar kanë shumë punë. Ky i fundit detyrohet të ndërhyjë shpesh herë në mënyrë të guximshme për të shpëtuar portën nga gjuajtjet e futbollistëve tanë. Në fund tek del në dritë edhe goli, i pritur me padurim nga sportdashësit e zjarrt Shkodran. Një kombinim i shpejt midis Xhegës dhe Danit bën që ky i fundit ta kalojë Vllaznin në avantazh. Në pjesën e dytë skuadra shkodrane nuk e ul ritmin e lojës. Ajo sulmon shpejt në ballë të gjerë dhe më e rëndësishmja është se vija sulmonjëse ditë konkludojnë më me sukses. Tjetër zbriti në portën bullgare. Topi përfundon në korner. Gjuan Gjergji dhe me një lëmsh përpara portës, Mema e godet topin me elegancë për pikëmëri dhe dërgon në rrjet. Gol. Sportdashësit entuziasmohen me drejt nga loja e bukur dhe e shpejt dhe prandaj nuk mungojnë që ta inkurajojnë në skuadrën e tyre në mënyrë të vazhdueshme. Futbollistët e Vllaznis janë të papërmaqshëm. Këtë herë është Ragamja i që gjuan rrep të bukur dhe tunë të rrjetën. Shkodranët e fituan kështu ndeshjen e parë me rezultatin e thellë